Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Do bëjmë një mesazh për ju dhe kemi fëmin hynor të diellit shumë e bukur dhe një tjetër 8 të shkopive. Të dashur, është goxha, janë letrat që të dyja shumë të bukura. Binjak po hyn në një periudhë ndriçimi. Je fëmia hynor i diellit. Lëvizje dhe bekime të papritura për çfarëdo që është e dëshiruar nga ju të dashur. Të kujton apo ky fëmijë i diellit apo fëmijë hynor i diellit të kujton se drita është me ty, të dashur binjak, jo si fati rastësishëm. Asgjë nuk vjen rastësisht, ne shpesh themi, kishte fatin, është me jo. Asgjë nuk është arsore, por si shpërblim për qëndrueshmërinë tënde, binjak. Edhe kur ke ndier lodhje apo dyshim, universi ka parë përpjekjet dhe qëndrueshmërinë tuaj. Tani është koha të dalësh nga hija dhe të mos kesh frikë, vërtet, edhe pse me forcë, me guxim, keni arritur aty, të dalësh dhe të marrësh atë që të përket dhe të ndihesh më i e fuqishme se kur, binjak. Dhe 8 të shkopive tregon për lajmet, lëvizjen e shpejta, lajmet të mira dhe zhvillimeve që vijnë pa pritur. Ajo që duke dikur e bllokuar, fillon të ecë dhe energjia përshpejtohet në favorin tënd. Projektet që kanë vënuar mund të marrin një vrrull. Komunikimet të rëndësishme vijnë nga universi, të shtyn të mos kthesh pas. Mesazhi i juaj sot të dashur binjak thot: ti je në dritën e diellit. Mbrojtur, i mbrojtur, udhëhequr dhe i përgëzuar. Mos ke frikë nga ritmi i shpejt i ngjarjeve, nga që keni qenë në vend numëron një kohë tani, por siç është qëndrueshmëria juaj ka qenë aq e fortë dhe disiplina, zelli për atë të arrini aty, ka bërë të arrini këtu. Është pikërisht ajo që do të çojë aty ku ke dashur gjithmonë të jesh. Energjia e binjakut është mendjeholl dhe fleksibile, prandaj përdore këtë periudhë për të komunikuar, udhëtuar, mësuar dhe shprehur apo arritur, thënë, vepruar veten pa frikë. Të dashur binjak, kur drita të zgjedh ty, gjithçka që ishte pengesë shndrohet në drejtim.